My bro. I'm cool, vetëm take it in turns, mirëni me rap se po pranoj një 2-3 veta. You saying Mili card in Swiss, huh? Yeah, he came to Swiss with 20 man, bro. I saw him in the X5 at BP Petrol, bro. I dëgjove kur I fash vetëm prit aty, dil nga makinat e vetëm prisni. Ishin 20 veta që. Oh, bro, I compare BP Petrol. He then went to Swiss College Library, bro. Bro, he knows he's coming to the wrong area, bro. See, I keep peeling and almost at you, bro. O vllachko, dëgjoj vllajn. Unë vetëm se nuk jam djalë që kam qef të krijoj probleme, kam pat shumë respekt për vllain e tij. Po çka ka bërë sot nuk kam për t'ia harruar. Po normal, bro, but he's taking the piss, bro. Drogirash është ai, bro, he's a druggie. A e kupton? Se këta mendojnë sikur ne jetojmë lagje barbonash. Lagjet e tona kushtojnë shtëpit nga 50 milion pound. I know, bro, I know. And vetëm I kam thënë, qa I fashu, bro? I just said, prit atyja, if you're a bad boy, je me 20 veta. If you're with 20 man and you're pulling up, why are you not jumping out? You're just driving around. Bro, the man was all in the hood today, bro. This guy, he Nuk was I in kam his ditë që X5. ishit juve në lagje sot. I swear to God, I never knew Mandem was in the hood. I jumped out on my Jack Jones. Bro, that guy's a pussy, bro. The man that was all about in the hood, bro. Man, see him go through BP Petrol, put a little tenner in his tank, bro. The guy's a pussy, man. You don't... Bro, I'm telling you, bro. Qa barboni është, ka hever 10 pound në benzin, se s'ka as lek. Janë njerëz që jetojnë nga mami e babi. Oh, bro, këta s'ka folë, bro. An IG3 jeton, bro. Kërët car, bro. It's my fault. It's my fault because I accepted them when they had 100, 200 people on their live. Bro, you shouldn't have done that, bro. These man, they're trying to take the clout, bro. I'm telling you, bro. Exactly, bro. They clout. These guys don't know, bro. We pay £100 a month gym membership out here, bro. Ai pe palestrën ku kaloja ija. Minimum që duhet paguash te palestra ku vemi ne është 100 pa muaj. Exactly, bro. Sauna, steam room, krejt, bro. Vetëm palestra ku vemi kushton 200 pound në muaj. Nuk kemi njerëz të nuk kemi vuajtur për lekun. Oh, bro, këta janë njerëz që shesin the pikat, janë barking, bro, they get gassed. Janë hajduta, janë thieves, janë nerds. Exactly, bro. Drago, goç, se ti njeh më mirë, goç. Vllachko, ti kur je me 20 veta, ti e ndalon atë makinën, e del nga makina, e rri aty me live hapur. Kam dal vetëm. I came out myself. Nuk e kam ditë që ju çunat ishin vërdavlla. Bro, man's here always, bro. Do you know what I'm saying? Man, live it, G. This guy, bro, he comes again, bro. It's gonna be a long day, bro. I'm telling you. Wallahi Edin, no, I'm not gonna forget what he done today. Wallahi Edin, I had respect for his brother. But I'm not forgetting qa ke bërë sot, Mili. Mili, Zoti të ruajt. Unë s'kam për të harruar kur qa bërë sot. Oh, bro, he doesn't know he's coming, bro. Shumë full palidhja, bro. Full si budall, bro. He's stupid, bro. You can tell he's off the nif, bro. Dëgjoni qik, dëgjoni qa lloj barbonash janë. Listen to this. Dëgjoni qa lloj barboni janë. Hajde të lagja, thot, hajde të lagja. Po këtu bëjmë 3 milion pound shtëpia o kar, qa lagje? Po, barbon, një shtëpi në lagjen time bën 60 milion pound. Juve jeni mësuar të rini si drogazh. Pini droge, rini si hajduta, fsherasi. Ne dalim, ne shëtisim në lagjen tonë. E shijojmë lagjen. Oh, G, I'm on the strip right now, bro. Like, G, këta veç foljen, bro. They're all for the internet, bro. My man went Finchley Road, bro, ka najt 5 minuta, bro. Po shitët mango, bro. These guys know one, bro. These guys are pussy, bro. Audienca 3200 veta mbase e shikoni 1 milion veta këtë video. Kur vjen me 20 veta te lagje dikujt, del jashtë, nuk bën xhiro e thua, oh, I'm about. You're not about, fam. E dim shumë mirë. Mili, po ta them për të mirën tënde, Mili. Hajde si burr, ziu me mua paktën se do të marrin para njerëzit and they're gonna say you're neat. Do të thonë you're soft, Mili. You gotta pull up, Mili. You gotta come face this. Cause skilla nuk është më vërtet, Mili. E fute vllën tënd burr për jetë, sepse të rrafen çunat nga Dibra. E inshallah më falni çunat nga Dibra që po I përmend këto situata.